Të dashur vëllezër e motra, faleminderit që sot ja keni qit pikën. A mëj me ja uru diçka? A bërë mi uru? Urime qeveria Kurthi 4. Po e falenderojmë së pari popullin ton. Popullin ton të dashur, popullin ton të mirë, i cili nuk u lodh kur duke mbështet lëvizjen e vendosur dhe kryeministrin Albin Kurthi. Sot kemi tregu, edhe jo vetë sot, se na ro zgjedhje me posë si shpesh këtu një vete gjys, po edhe gjatë kësaj fushate dhe ditore, ju falemderit se cilit qytetar që ka tregu kultur të lartë demokratike. Falemderit nga zemra. Vetëm ju duke qenë palodhur, vetëm populli, din me bo këtë rezultat me arrit, përmes votës, në mënyrë civilizuar, në mbështetje të lëvizjes vendose, edhe njëherë falemderit nga zemra popullit Kosovës. Falenderimin e dytë dojna me bo për të gjithë ata mira e mira aktivistë të cilët kur nuk të ndojnë të punë. Është firma e lëvizjes vendose. Që tha dhe kryeministri shumë bukur mëron, pikërisht ata që nuk duken, neve na vendosin në skemë. Dhe na i mundsojnë, jo vetëm me formë, dhe na i mundsojnë pozicionet tona, përgjegjësitë dhe detyrat që i marrim. Faleminderit aktivistëve të palodhshëm të lëvizjes vendose. Një falenderim special për mërgatën tonë. Mërgata jonë e dashur, Kosova është e juja, po atësa është e jona. Sepse ne jemi një popull, kudo që jetoni, mos e harroni Kosovën kur. Dhe falemderit që kur nuk ka harroni Kosovën. E keni Kosovën zemë. Albin Kurthi! Një falenderim dojna me vozë bashku për policinë e Republikës Kosovës. Falemderit policëve e policëve tona. Kanë qenë të shkëlqyshëm në sigurimin që e kanë arritë sigurin, mundësin e sigurisë të Kosovës dhe të këtyre zgjedhjeve sidomos. Na e kanë mundësu që ato të shkojnë në rregull. Ju lumt policisë të Kosovës, është njëri për institucione me besueshmërinë më të lartë në shtetin tonë. Dhe ky besim politik që të në shqiptarëve. Apo bashkoni tash për ne përshëndetjet veçantë për kryeministrin Albin Kurthi.
edhe një përshëndetje për miqtë tonë, kolegë tonë, të cilët i kemi zbashku në koalicion. Në koalicionin tonë me Lëvizjen Vetëvendosje. Partin Guxo, Partin Alternativa dhe Partin Shqiptare Demokristjane. Ja kaloj fjallën Donika Gërvallës tash. Faleminderit shumë. Urime e mirë kjo fitore më vështore. Një mbrëma tjetër edhe një urim nga thellësia e zemrës për këtë fitore, e cila është ndoshta fitoria më e rëndësishme që kemi arritur deri tash. Në një atmosferë kur të gjithë të tjerët të bërë bashkë kundër nesh, ne arritëm një fitore bimse, e cila na mundson të punojmë edhe më shumë edhe më fort. Kryeministër, ne jemi të vendosur, jemi të palëkundur, jemi bashkë edhe pa u dorëzu, ju nuk dorëzohemi asnjë. Shoqërime fitore. Mirëmbrëma Prishtinë e urime fitoria Kosovë. E di se krejt kemi dash pak ma shumë, por 50% që prag mu bo shumë. I dyti mbas neve është ma pak se gjysa. I kom dëgju sonë të deklaratat e partive të tjera. Tash kur fërshin për do vota mongu, e kemi kuptu. Disa prej qytetarëve tanë nuk kanë dalë, ose kanë shku mu fresku, krejt është okej. Por, na as nuk lodhemi, as nuk dorëzohemi, e as nuk hekim dorë prej planit, e prej qeverisjes mirë, e prej krejt premtimeve cilat ju kemi dhënë, e për cilat na keni prit, e keni qenë afër nesh, e na keni dhuru një energji me cilën kemi me vazhdu pa ndalë. E veç edhe pak matematik për kom qef, a ban? Partia e dytë, që i thajnë që na kena bu diçka jo mirë, që për ju thojnë krejt programit, zbatimit programit tonë, për ju thojnë që na kena ble vot. A kena ble vot? Jo! Ata të të një pytë ku ju kanë shku dhe aty në 50.000 vota që i kanë mund. E dyta. E treta, duhet dhe kena pas rritën më të madhe në të zgjedhje. Pa i 6.000 vota e ma pak së në to. Kështu që, edhe e katërta që aty diko, bile e katërta, drejtusi të katërtes, në komunën e vete ka fitu vish një të katërtën e votës, e ajo komunë Gjakova. E të rendi falenderimeve, po s'ka der, kjo është demokraci, është fjallë alirë. Po du me thonë, vish fjallë më të mira për krejt, por, hala më të mira, krejt bjede shtajt, po du mi vequ disa kryetarë të komunave, dhe këtë cilë të kam bo një punë të shkelqyshme. Du me fillu me Mitrovicën, ku Vetëvendosja ka fitu 61%! Pa diaspor! Dhe du me vazhdu me Gjilanin, ku Vetëvendosja ka fitu 54%! Du me vazhdu me Shtimen, që afru 50%. Mos e haroni Kamenicën 52%. Edhe fush Kosovë apiliqen aty. Podujeva 53%. A e dini qka do me thonë kja? Kjo do me thonë që ku ka qeveris Vetëvendosja për këto 4 vite, qytetarët ja ka njap
53,54,61%. Se edhe Mitrovica dhe krejt Kosova e kuptojnë që me program e me qeverisje të mirë nuk ka ndryshe. Prandaj, eftoj para jush, kryeministrin, Matmirin, njeri unë në krades shetë në Pengurni. Të dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës televizjes për të vendosje. Por më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare, për më pak se 7 vjet, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë.
Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam për jetë mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarëve, ku ne i bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, i bëjmë bashkë, edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkraje të pakursyer e të përëzer në secilin sfidë e pengjes që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi të i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt, e ne jemi krejt për shtet. Numri 116 ishte fitues me 28 dhjetor, numri 116 është sërish fitues. Faleminderit që ja keni qit pikën me numrit 116. Dua t'ju falenderoj edhe për këto ditët e fundit, kur keni marrë pjesë në përtubimet tona, keni zhvilluar takime që i dim e që nuk i dim, gjithnjë në funksion të mobilizimit të qytetarëve për ta votuar atë që është zgjedhje, lëvizjen vetëvendosje me partnerët tonë, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n, dhe në këtë mënyrë e keni mbajtur gjallë e lartë shpresën e popullit, por edhe punën tonë që i shërben popullit. E falenderim gjithashtu për ata të cilët kanë bërë mund duke udhëtuar me qindra kilometra për të ambasadat dhe konzulatat e Republikës Kosovës dhe ku kanë pritur në rallë që të votojnë, por edhe për ata që kanë bërë mijëra kilometra dhe nga vendet ku ndodhen në Mërgat kanë ardhur në Republikën e Kosovës që sot na bashkangjiten në votim në fitore e në festim. Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizja vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si Republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidenten, e ka ushtrusën e detyrës presidentes Albulena Agjio. Dhe besoni dashur qytetarë, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili minister e zëvendës minister, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes janë gjithë në punë. Ajo që ka i mungën shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidenti. Republikës Kosovës i mungën kuvendi.
fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë që shkojnë punë me mëngjes në ditë. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi i rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritmin e neve, jo vetëm në punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që do bëjmë. Ndonë se nuk i di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, i uroj që të gjithë në legislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizjeve të vendosur dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por i uroj të gjithë deputetet të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojnë për të mirën e Republikës, për interesin e qytetarëve tonë. Sonte po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërësim, atë që është e përbashkët. Dhe kjo është populli i Kosovës. Popullit i shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës ne sonte do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes në punë krejt. Të gjitha punët e mira të nisura dhe projektet në proces do t'i vazhdojmë me dinamik të shtuar, do të nisim edhe shumë të tjera të reja në kuadër të zotimeve tona dhe vizionit që e kemi shpalosur para jush në fushat, në takime e tubime për 4 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë për gjithë mbështetjen e ndihmën, gëzuar të gjithëve fitoria e vetëvendosjes, krejt për shtet për krejt. 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 Krejt për shtet për krejt.